Habit eksperti jasti të eliminoni gërhitjen gjatë gjumit. Njerëzit mbi peshë kanë 2 herë më shumë gjasa të gërhasin gjatë natës se sa njerëzit me peshë normale. Shpjegimi i thjeshtë është: njerëzit obez kanë një yndyrë të tepërt në zonën e qafës e cila ngushton rrugët e tyre të frymëmarrjes dhe shkakton gërhitje. Me fjalë të tjera, nëse hiqni kilogramat e tepërt është e mundur që të shpëtoni dhe nga gërhitja. Gjumi me shpinë mund të çojë në një bllokim ose ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes. Kur hapni gojen duke qenë shtrirë në shpinë, nofulla e poshtme relaksohet dhe bie poshtë duke bllokuar pjesërisht kalimin e ajrit nëpër rrugët e frymëmarrjes dhe rezultati është gërhitja. Hidratimi adekuat është gjithmonë i dëshirueshëm, veçanërisht për ata që gërhasin. Për të shmangur këtë, përpiquni të pini mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Rekomandohet 3.7 litra për burra dhe 2.7 litra për gratë.